Bes Kallaku ka prezantuar projektin e tij më të fundit muzikor, Rrëfimi, një këngë që po komentohet gjerësisht si më shumë se sa një krijim artistik, si një shpalosje sinqert personale. Që nga titulli, materiali paralajmëror një rrëfim intim, ndërsa teksti, i shkruar nga vetë ai, reflekton periudha të vështira, keqkuptime dhe përballje publike që kanë shoqëruar jetën e tij private në vitet e fundit. Pa përmendur drejt për drejt emra, dëgjuesit kanë dalluar vargje që duket se lidhen me marrëdhënien e tij me ish bashkëshortin, Xhensila Myrtezaj. Rreshta si janë thënë ças janë thënë, por hiç si përfilli, me smeje e teje dihet kush është thëngjilli, janë interpretuar si një reagim ndaj aludimeve dhe zërave që qarkulluan gjatë ndarjes së tyre, një prej historive më të komentuara të showbizit shqiptar. Në një pjesë tjetër të këngës, artisti duket se pranon hapur një periudhë të errët personale. U zhyta edhe në vese, po e vërtet, por am pyeti njëri, o bes, qa ke, pse nuk flet? Këto vargje përcjellin ndjesinë e vetmisë dhe mungesës së mbështetjes, duke e kthyer projektin në një formë katarsisi publik. Ndërkohë, Bes Kallaku ka nisur një kapitull të ri në jetën sentimentale me një vajzë të quajtur Ejona, çka lë të kuptohet se përtej sfidave, ai po ecën drejt një faze të re personale.